Përshëndetje edhe njerë në Bima dhe Shëndeti me doktor Yllin. Mirë se erdhe, doktor. Sot e kemi të djellët edhe bisedën edhe leduolli ynë, ashtu si kundër është edhe Reze Dielli me këtë ngjyrën e bukur të djellë, siç na jep gjithë përfitimet e mundshme, bukurinë, por edhe mbi të gjitha me përbërësit që lulja e Basanit ka, do të na tregoj doktori se si dhe në çfarë mënyrash ndikon ajo në shëndetin tonë, së brendshmi dhe së jashtëmi. Po, sigurisht. Është e sezonit, është lulja që ka tani sezonin e vet, apo jo? Po, tani, biles nga periudha kur kjo lullëzon dhe për nga funksionet e saj, ka marrë shumë kuptime, shumë emërtime, po jo emërtime toponike si pas dëshirave, po më të shumtat e saj, jo si pas dëshirave të njerëzve, po në përgjithësi si pas funksioneve që ajo ka kryer në organizëm. Për shembull, pse quhet lulja Basanit? Po, ne i quajmë ose lule Basani, ose lulje Elbasanit, ose balsami e kështu me radhë. Po. Nga kuptimi i saj balsamik, shërues, rigjenerues, plagësh, puçrash e kështu me radhë. Në një zonë tjetër është quajtur lulja e shëngjonit. E shëngjonit? E shëngjonit. Pra ka marrë këtë kuptim për faktin sepse në mitologji kjo lule përmendej dhe përdorej për ata njerëz që kishin mendime të errëta, të turbullta, ose ato që ne sot i quajmë ose si nervozizëm, ose si migren, ose stres, pra sëmundjet neurologjike. Dhe duke qenë që përdorej nga këta që pagzonin njerëz, pra kjo bim, për t'ju dhënë atyre një qetësi shpirtërore, e para dhe e dyta, një lule që të jep atë kuptimin e shplarjes së toksinave nga trupi. Kurse emërtimi i saj, Hypericum perforatum, ka me vërtet një mendim përforcues të kësaj ides që unë thash, pra e përmendur si një lule që qetëson trupin dhe trurin. Dhe që qetëson dhe çlodh jo vetëm muskujt, por edhe trurin e lodhur nga net të tëra pa gjumë. Emërtimi nga greqishtja, hiper, mbi, ikon, mbi ikonat. Ndaj edhe kjo lule vendoseshin në për ikona në tufa të ndryshme apo në kishëza të vogla dhe të mëdhaja, pikërisht për këtë funksion edhe Hypericum, pra hiper dhe ikum. Ikum do thot ikon. Atëre mbi ikona, kjo lule vendosej për të simbolizuar një paqe, një qetësi shpirtërore dhe atë tjetër që është edhe më e bukur, lulja që të kujton. Po pse të kujton? Për shembull, kjo bëhet në për ato tokat që njerëzit sikur i harrojnë, sikur i lënë pas dore, dhe kjo kur çel në ato datat kur shëngjoni, pra këta sipas historikut edhe bënin ato ditët e pakëzimit të njerëzve dhe i përdornin këto bimët si për të shplar trupin, për të larguar toksinat, por njëkohësisht edhe për të dhënë një kënaqësi. Po e ndjen këtë aromën që me vërtet u mbush edhe studio. Është fantastike si aromë. Sa e ka periudhën, doktor? Dhe perforatum. Edhe kjo prap është, si thuash, bashkimi i këtyre të dy kuptimeve. Pra, një lule që vendoset mbi ikonat dhe të tërheq vëmendjen dhe të kujton që shiko natyrën dhe diellin e ke të materializuar te kjo lule. Që kjo me vërtet sikur ka diellin brenda. Pra duke zbërthyer vetë emërtimet që populli ka vendosur kësaj luleje, ne kuptojmë shumë më shumë se për çfarë ajo është përdorur dhe çfarë vetish ka. Dhe kjo perforatum do të nënkuptojmë. Shiko, një gjethe e shpuar me bira, por që ka formën e pëllëmbës së dorës. Atëhere, këto pikat e zeza kanë lidhje me hipericinën. Është një ndër lëndët më aktive, më të fuqishme të kësaj bime, me këtë ngjyrën e zezë, dhe kur njerëzit e mbledhin, ajo hipericina, një pjesë e saj mbetet në përduar dhe jep një nxirje të lehtë të saj. Kjo çfarë ndikimi ka hipericina në trup? Hipericina në trup ka një veprim qetësues.
Në strukturën e saj, kjo ka 15 molekula karbon, ka 16 hidrogen dhe 8 oksigen. Atëhere, funksioni i kësaj në trupin e njeriut është me të vërtet një antidepresiv, një vrasës i mikrobeve dhe i bakterjeve, por është edhe fotosensibilizues, që do thot ka vetin t'i tërheq rrezet e diellit. E duke ditur këtë vetit të qëndësishme të saj që tërheq rrezen e diellit, njerëzit duhet të kenë parasysh që nëse ne do t'a vendosim këtë në diell, kjo na nxin shumë shpejt, por edhe mund të na djegi. Që do të thot, vajin e kësaja, ose vajin e Shën Gjonit që kishte marrë atë kuptimin e shumë viteve më parë në lashtësi, nuk duhet t'a vendosim në diell. Për faktin se djeg më shumë dhe krijon njolla të kafe në të zezë, tamam si ato njollat e pleqërisë. Pra kjo është një nga anët negative, le ta quajmë, të saj që duke e absorbuar atë rrezatimin ultraviolet, mund të na krijojë pllakza kafe mbi lëkurë. E thënë ndryshe, nuk duhet ta përdorim këtë vaj në plazh. Absolutisht. Ndërsa po të digjemi nga dielli, në mbrëmje e përdorim pa frikë fare. Sepse është qetësuese, është qetësuese është balsamike, por ka një veçori pra fal flavonoideve që ndodhen në të, sidomos quercetina, rutina, izoquercetina, kjo ka vetin që të ristrukturoj shumë shpejt qelizat. Pra ato që i djeg dielli, kjo i rigjeneron, i strukturon dhe trupi tër natën do të na ndihet i qetë dhe pa efekte negative të rrezatimit diellor. Pra, mund themi që me vajin e basanit është ai vaj që nuk përdoret para diellit, po përdoret pasi të ekspozohemi në diell. Pra, duke pasur parasysh këtë veti shumë të qëndësishme të saj. Por, jo vetëm hipericina, por edhe hiperforina, është përsëri një kimikat shumë i fuqishëm që ndodhet në këto petalet dhe në lulet, pasi edhe ajo struktura e birrave në formën e dorës që gjethëzat janë të shpuara, nëse unë do ta këpus një lule kështu, atëhere, gjethet janë shumë të vogla, gati si eliptike, dhe kjo po të shikohet ose me lup, ose ndonjë zmadhues tjetër, duke në ato birat e zeza. Sepse në Ledull është një foto shumë e zmadhuar e lules. E lules, po. Gjithsesi edhe me sy dallohen. Aty dallohen qartë ato pikat e zeza, ndërsa gjethen, po ta shikojmë kështu, të zmadhuar dhe përkundrejt diellit, duket që ka ato birat e saj të vogla. Pra gjethe e shpuar, që kuptimi është kështu. Pra si që shpohet gjethja, po kështu shpohet edhe ai mikrobi ose smundja në organizmin e njeriut. Si që rigjeneron dielli ose si që strukturon kaq mirë dielli këto 5 petalet e verdha që zbukurojnë fushën, po kështu zbukurohet edhe organi nga brenda. Përdorimin e kemi njohur më shumë si vaj basani. Pra, kur kujtojmë lulen e basanit, themi vaj basanit, vazhdimisht, ekstrakti balsamik. Përdoret edhe si çaj, kështu siç është bima? Dhe kush është veprimi i fuqishëm, vaj apo çaj? Përdoret pa diskutim si të dyja, po në të dyja format, pra edhe si lule, por mund të përdoret edhe si vaj. Pra, kur tham ai vaj i Shën Gjonit, pra që ka marrë atë kuptimin nga mitologjia, ai nuk është asgjë tjetër veç se një vaj ulliri, i cili është mbushur, si të thuash, ai kavanozi me lulet e basanit, që në përgjithësi mund të hedhim për çdo 100 mililitra, afërsisht... Ne mund të përgatisim një vaj tani, me qënë se vajin e kemi, lulen e kemi, dhe pse jo të mos e tregojmë se si në kushtet e shtëpis, me lulen që gjendet kudo, lulen e basanit, lulen e verdh dhe që është mjaft e përhapur, mund të përgatisni vetë vajin e basanit në shtëpin tuaj. Për shembull, si fillot dhe si ekstraktohet, sa po duhet të qëndroj? Marim lule të pastra, por jo lule anash rrugëve të asfaltuara, pasi grincat e asfaltit i ngjiten kësaj përsipër. Tymrat, pluhurat i ngjiten. Edhe si kur ne ta lajmë një pjesë të hipericinës, ne do ta largojmë, por le ta bëjmë këtë gjë se ne na duhet e pastër, ndërsa ta gjesh në për livadë atje ku bëhet kjo
në për ato tokat e harruara dhe si të lënë pas dore dhe kjo qelë dhe të thot kthej njëherë kokën te nga mua, atëhere mund të veprojmë kështu. Nuk marim kërcelin e saj, po marim vetëm pjesën e lullëzuar. Pra marim këtë lullërin, kaq. Ja. Nëse s'këputet kolla e përdorim edhe gërshërën dhe... përdorim këto. Për sa mililitra vaj dhe sa duhet të raporti? Po neve le të themi, këto lullet, do t'i hedhim këtu tek kavanozi, e mbushim kavanozin me lulle. Mund të marim dhe disa të tjera. Thjesht sa të mbushet dhe të mbaj vetë kavanozi, pra vetëm pjesën e lulleve. Po. Hipericin përmbajnë edhe gjethet, po në sasira shumë të pakta. Përdorim për diçka tjetër gjethet? Po pa tjetër, sidomos në qajra, atëre, qëfar do të bëjmë? Pasi e kemi mbushur, mirë është që ajo tjetë në raportin afërsisht 1:5 me vajnë e ullirit, atëre, hedhim në të vaj ulliri. Derisa të mbulohen... Derisa të mbulohen, po. Lullet. Ne e kemi përllogaritur të tillë. Mbyllet kavanozi. Po mund t'i fusim edhe pak lullet. Mban edhe disa lullet të tjera që ta bëjmë tamam, sepse ne do ta përdorim në një moment kur të kemi mundësi. Ja, pra. Kemi vendosur lullet e basanit, kemi vendosur sipër tyre edhe vajin e ullirit, e mbyllim kavanozin, e përzijejmë pak. Dhe në këtë mënyrë, kjo përgatitje është gati për të vendosur në një vend ku rrezet e diellit do të bëhen jo si katalizator, si nxitës, por do të bëhen si bashkëveprues që të godasin atë hipericinën një, flavonoidet, vajrat esenciale, sepse janë vajrat esenciale ato që neve, kur e mbajmë tufën e luleve afër, na japin për shembull ata aromën e alfa-pinen, beta-pinen, sikur jemi në një vend me pisha kështu, por na japin dhe atë kariofilenin, që ndihet një si aromë e veçantë. Dhe krahas këtyre, aty do të zhyten në vaj edhe disa mikroelement, siç janë të mishëruara në këto lulet, duke filluar që nga magnezi, që nga kalciumi, pra që janë gjurmë të këtyre metaleve shumë të çmuara për organizmin. Është magnezi, është zinku, është bakri, pra mikroelement, dhe njëkohësisht ato që japin qetësi sistemit nervor, që janë këto grupi i vitaminave B1, B2, B3, kjo niacina që qetëson shumë mirë sistemin nervor, dhe vitamina B6. Pra, duke i marrë këto grupe të këtyre vitaminave, duke marrë këtë vitaminën C dhe A që ndodhen në këto lullërit e saja, duke marrë edhe beta-karotenin, ne si thuash nuk kemi më nesër një pik vaj, por kemi me vërtet një ujvar neurotransmetuesis. Çfarë ngjyre do të marri në fund të disa kjo do ditëve, të të sa ditëve që do të qëndrojë? Afërsisht, kjo do të jetë në fund afërsisht të 30-35 ditëve. Aty ku fotonet e diellit kthehen me vërtet në materie. Pra, një ngjyrë e kuqe. Dhe shumë i thonë edhe lulja e gjakut. Po pse? Sepse ka vetim që të ndaloj hemorragjin, të mbyll plag dhe puçra. Pra, ky rezultat i kësaj përzierje, i këtij kavanozi do të kaloj pas 30 ditësh këtu. Nga këtu, këtu. Më pas do ta kullojmë, do ta vendosim në një kavanoz të errët. Mirë është që nëse do ta kalojmë në një pres me vërtet hidraulike, ne marrim ato mikroelement që mund të ngelen në fshehtësi dhe në heshtje në këto petalet e stërgjatura të lules së basanit. Tani kështu siç është, doktor, se ne e polluam dhe është
le themi, e qëndruar edhe gati për ta përdorur. Për çfarë përdoret vaj i Basanit? Ku ja shohim të mirat benefitet këtij vaji? E para, konsumohet siç është? Mund ta provoj? Po, mund ta provoni patjetër. Ja, po e provoj kështu siç është. Me një shije balsamike, delikate, një aromë që mbahet edhe nga lulja, po edhe nga vaj ullirit, që duket që është përdorur një vaj ulliri i virgjër, se ndihet shija aroma e tij fantastike. Dhe çfarë të mirash na sjell ky vaj? Atëherë, një kimist që e kishte studiuar këtë, në fund arriti në një konkluzion. Ne themi hipericin, ne themi flavonoide, ne themi hiperin, pseudohipericin e me radhë, por këto tha nuk janë thjesht terma, por janë shumë të qëndrueshme në këto lule. Aq sa tha, edhe shkenca përballë kësaj lule duhet të mendohet mirë dhe të përulet me kënaqësi, që shiko ata që ja din vlerën, padyshim që e vlerësojnë. Çfarë heroine të heshtur kemi ne në tokë. Ajo nuk flet, por rrezaton dhe pasqyron. Atëherë, si mund ta përdorim këtë? Nëse kemi për shembull një fëmijë që rrëzohet në tokë dhe gërvishet, çahet, krijon gjakderdhje, pastrohen mirë plagët, mund t'i bëjmë ndoshta edhe me pak jodë kështu me radhë, dhe mandej pastaj vendosim vajin e lules së Basanit. Nëse pra kemi ky vaj përdoret së brendshmi dhe së jashtëm. Patjetër, po. Nëse kemi plagë dekubituese. Atëherë, le të kujtojmë një mjek në Gjermani që mjekonte nënën e vet me plagë dekubituese, që pleqt në përgjithësi qëndrojnë shumë gjatë shtrirë. Po, edhe krijon ato plagët. Atëherë, kur ja çoi ajo bashkëpunëtorja jonë si një dhuratë këtë ekstraktin balsamik dhe lulen e Basanit. E jeni fjalën për alketon, apo jo, që e kemi patur dhe në studio. Atëherë, mjeku me të vërtet mbeti habitur. Dhe thoshte, mbeti kështu, shoh me sytë e mi si mbyllet plaga e nënës time, që nuk e kam arritur me medikamentet. E nëse do kujtojmë përsëri një kimist që digjet me një reagent kimik, u mundua me ilaçet farmaceutike, por pa rezultat, dhe në fund vendosi që të mirte këto vajrat, e duke kombinuar dhe pak esencë të një livandoje, të një sherebele, dhe filloi të mjekonte plagët e djegjes. Dhe vurire se brenda javës, gjithçka filloi që të mbyllej më së miri. Atëherë ai mbeti kështu me vërtet duar kry dhe tha, shiko çfarë pas kemi ne nga natyra, dhe që nuk i vlerësoj. Pra, që të gjitha këto flasin me të vërtet qartë, që këto kimikate të shumta, por që janë në miniatur në për këto lulzat e vogla, i kryen këto mrekulli në organizëm. Le të marrim për shembull rastet kur janë djegur fëmijë me kafe, me vaj nga fytyra, me qumë, është mujtë nxehtë. E me radhë, duke ju kombinuar neve këto ekstrakte që nxirren nga kjo, plus disa vajra esenciale që janë marrë për shembull qoftë edhe nga bishtamithi, pra kjo lule që shumë e quajnë kështu, po. Është e quhet dhe lule gjizë kjo? Se ka këtë ngjyrë po, e ka këtë si lule të bardhë për shembull. Po, në disa zona me vërtet i thonë lulja e gjizës. Por në një vend tjetër e quajnë një lugë gjelle dinamit mbi një trup të lodhur, sepse kjo trupin si e ka të hollë, të dobët, skeletik, aman këtu sipër. Kurora e vet është tamam si ai rigjeneruese. Barut, një lugë barut mbi një trup të lodhur. Pra, shiko, po pse barut, sepse ky me vërtet është i fuqishëm, jo, është shpërthyes në organizëm. Që do të thotë, nëse ne do të marrim, për shembull, gonxhe nga lulja e bishtamithit. Edhe një tuf nga Dhe Basani. 2-3 fije nga Basani. Bëjmë një kombinim tani për të krijuar një çaj i cili për çfarë do të na ndihmojë? Do të na ndihmojë fuqishëm për sëmundjet e brendshme. Për shembull, le të kujtojmë, të gjitha femrat që kanë dhimbje të fuqishme të ciklit menstrual, nëse do bëjmë këtë kombinimin me këto të dy lule, ato do të jenë mrekullisht mirë. Vjen cikli dhe ikën pa asnjë problem, pa asnjë shqetësim, pa krijuar edhe
shumë herë edhe kështu me vërtet tronditje familjare. Atëhere, e pse mos t'i përdorim këto të dyja? Vetëm dhimbjet të qetëson, apo mund të përmirëson është një regulator pa të diskutim, hemoragjinë e shtuar, e plot probleme të tjera, regulator shumë i mirë i ciklit, e kështu me radhë. Atëhere, na merr në telefon një nga Amerika, një moshuar që kishte një hemoragji nga prostata. Ne i rekomanduam këto të dyja, plus edhe disa bimë të tjera. Nuk vonuan shumë kur falënderimet erdhen gati një faqe një faqe A4 në celular. Po pse ndodhi kjo mrekulli? Sepse unë thash, kjo ka veti që të ndaloj këto flavonoide kësaj e bimës mbyllin plagë. Si që thamë që mbyllin plagën nga jashtë, po ashtu edhe edhe nga brenda. Por kanë edhe ato vetit rigeneruese. Por edhe kjo lulja e 1000 fletshit nuk e ka kot atë emrin e herojt. Pra shkojmë Akilea Milefoliu. Pra sigur mban emrin e një heroj luftëtar, por nuk e ka marrë kot këtë emërtim, për faktin sepse kjo, si thua fal vitaminës K që ka në brendësi dhe mikroelementeve të tjerë, që të dyja këto ndalojnë hemoragjit dhe kanë vetit të mbyllin plag edhe në brendësi të organizmit. Sa gota çaj duhet të konsumojnë një individ? Mund të pim 2 deri në 3 gota çaj në ditë. Mund të përdorim afërsisht nga 4 deri në 9 gram në ditë çajra. Sepse ekziston dhe në gjendje të thatë që mund të konsumohet. Po patjetër këto nuk do të ruhen më kështu të njoma, por thahen hije dhe lulja e ruan këtë ngjyrë të saj. Por ka edhe një mënyrë tjetër. Nëse do ta marrim këtë ekstraktin dhe do ta macerojmë në këtë vaj në ullirit. Acidet oleike këtu do të veprojnë në bashkëpunim me rrezet e diellit dhe ato godasin këto substancat kimike dhe i derdhin në vaj aty. Plus edhe presohet dhe neve kemi përgatitur me të vërtet një vaj që është shumë i shëndetshëm dhe rigenerues, sidomos për mëlçin, ulçrat në stomak, gastritin e stomakut dhe ulçrat në zorën e trash. Që do të thotë, ky vaj duhet të konsumohet pikërisht mund të përdoret afërsisht 2 lugë kafe për fëmijë deri në 10-12 vjeç, ndoshta nga mosha 3-4 vjeç e sipër përdoret pas një pengesë dhe tek të rriturit. Pra, mbyll plag që ndodhen në brendësi të organizmit. Përmirëson mrekullisht mirë funksionin e mëlçisë. Ne kemi provuar tek shumë njerëz, tek shumë që kanë transaminaza, që kanë bilurbinën e rritur, që kanë sytë të zverdhur e kështu me radhë, duke bërë këtë kombinimin e këtyre luleve që ju keni në dorë dhe duke shtuar 2 deri në 3 gjethe nga tambëlgjaku. Nëse do ta kemi të njohur, po patjetër, po. Atëre, shiko, sikur të marrim, për shembull, 1, 2, 3 gjethe. Kaq. Kjo është pra bima e tambëlgjakut. E tambëlgjakut. Shikoni gjethen, çfarë forme? Po ta vëmë re. Shikojmë tash. Kjo filloi të nxjerrë atë qumshtin si portokalli. Si ngjyrë të verdhë portokallia. Po. Atëre, që të treja këto së bashku, nëse i përdorim për trajtimin e sëmundjeve virusale, do të na japin një efekt të mrekullueshëm në organizëm. Po. Atëre, këto bimë që rrisin dhe fuqizojnë veprimin antiviral dhe antibakterial, mund të përdoren nga njerëzit 4 deri në 6 javë. Pa krijuar asnjë problem në organizëm. Në mënyrë të pa diskutuar. Nëse mund të shtojmë edhe ndonjë gjem gomari ose ndonjë diçka tjetër, po mjaftojnë këto të treja dhe ne kemi vënë procesin e mëlçisë, qoftë të zmadhuar, qoftë të dhjamosur, e kështu me radhë. Për çdo problem që mund të ketë që e ngarkuar me toksina. Po patjetër, kjo ka filluar që ditët e para që të na japi atë mrekullinë e dëshiruar. Mbas 4 deri në 6 javëve mund të bëhen 2 javë pushim dhe pastaj mund ta vazhdojmë 1 javë trajtim, 1 javë pushim. Pasi edhe ato viruset, për shembull, e njohin më pas këtë dhe fillojnë që të reagojnë, të kundër përgjigjen trajtimit që ne do t'i bëjmë. Prandaj ne, si thua, duhet që ta gënjejmë në kuptimin figurativ atë virozën, atë virusin që mund të jetë
qoftë hepatiti A, B ose C, me këto bimë, kjo treshja që kam unë në dorë, basani, bishtamithi dhe tambëlgjaku. Një çaj me këto të treja. Sikur e harrojmë trajtimin dhe përsëri rikthehemi, atëherë rezultati do të jetë i mrekullueshëm. Pra 3 deri në 4 deri në 5-6 javë si kundër thamë, përvarësisht edhe të ngarkesës që ka organizmi. Po nëse është bilurbina 4, mund të përdoret edhe një çik më shumë. Edhe vaj basanit, edhe këto që neve përmendëm këtu. Doktor, faleminderit për gjitha shpjegimet që dham sot për këtë bimë, për këtë lule, e cila nuk është thjesht një bimë e rritur aty në natyrë, por është një bimë që na jep kaq shumë benefite për organizmin ton. Nuk të doja të mbaronim këtu përpara se të ndahemi, mbaj mend vetëm pak ditë më parë gjatë procesit ton të gatimit. E para kemi marrë disa telefonata që kërkonin doktor Yllin dhe e dyta një zonjë që ndjes por nuk ja kujtoj emrin, na pyeti që nëse mund të na tregonit në një formulë për infeksionet urinare. Tek gra, tek vajza, diçka çfarë mund të përgatiste zonja, kështu që unë ja premtova që ditën e hënë do ta pyes doktorin, nëse zonja është duke na ndjekur, le ta marrë përgjigjen tani nga doktor Ylli. Çfarë mund të bëj punë më së miri për infeksionet? Në përgjithësi, infeksionet urinare vijnë nga bakteriet, kryesisht kjo Escherichia coli. Femrat infektohen më tepër pasi ato që të dy pjesët e shkarkimit janë shumë afër me njëra tjetrën dhe njeriu gjatë higjienës, gjatë pastrimit, mund t'i marrim nga anusi dhe i kalojmë në pjesën para. Por e para, kjo duhet të lahet me i dorë para, me i mbrapa. E dyta, të bëjmë një shplarje me disa bimë të cilat janë antibakteriale. Edhe këto të dyja që ne përmendëm këtu sot në emision, janë shumë të vlefshme për atë. Por nuk do të qëndrojmë këtu. Ka bimë të tjera akoma më të fuqishme që janë antibakteriale dhe antivirusale. Atëre, nëse zonja do të marri, për shembull, le të përgatisim, si thua, 2 litra çaj. Ku do të hedhim lule basani, ku do të hedhim pak bishtamith, lule basani mund të hedhim 2 deri në 3 fije, ku do të hedhim këtë frutin e dëllinjës, por tek dëllinja është e mira të marrim kokrën e zezë të saj dhe të vëmë re që sa më shumë të zihej kjo dëllinja para, ndoshta 2-3 minuta, do të jetë e mrekullueshme dhe pastaj neve të hedhim këto të tjerat për faktin se ajo dëllinja ka një cip gelatinoze yndyrore në pjesën e jashtme të saj që e pengon futjen e ujit në brendësi dhe nuk ndodh ai shkëmbimi, ai si difuzion. Përsa te këto gjethe dhe lulet bëhet më shpejt. Atëherë hedhim një lugë gjelle dëllinj në fillim që të zihej mirë. Ndoshta unë nuk e di ku banon, po edhe dega dëllinjët hedhim të zihejnë së bashku me lulen e basanit, së bashku me bishtamithin, nëse do të kishte edhe pak livando, edhe kjo është e mrekullueshme, e fuqizon dhe pak sherebel. Atëre, po ta përdorim këtë çajin 4 deri në 5 gota në ditë, sepse duhet që të shplahet ky infeksion, të shplahet. Po të bëjmë edhe një shplarje të lehtë nga jashtë, 1 herë ose 2 herë në ditë, do të vëmë re që këto ngarkesa të këtyre bakterieve do vinë duke ulur. Ato me vërtet do të shumohen, por nuk shumohen me atë intensitet si më parë. Atëherë, kjo ngarkesë bakteriale, sikur të jetë edhe 10 milion për 1 milimetër kub, të jetë e bindur që brenda një jave ajo ka filluar të zbresi në 2-3. Dhe duke marrë masa që atë shplarje, për shembull, është mirë që ta bëjë edhe partneri, pasi ky mund të na reinfektoj atë sërish. Atëherë, trajtimi nga jashtë, plus përdorimi i çajrave nga brenda, kësaj i krijon një mundësi shumë të mirë për ta luftuar patjetër dhe ta çojë të jetë e bindur në ndoshta 50.000, 100.000. E njëjta formulë përdoret edhe për fëmijët, vajzat që vëren nga po patjetër që edhe për vajzat mund të përdoret kështu, vetëm do të rregullojmë dozën, sasinë. Nëse një rrituri 4-5 gota, po një fëmijë 5-6 vjeç që kanë edhe këta infeksion urinar, atëherë
mund të përdorim 2 deri në 3 gota nga 150 ml. Pra, dozën e rregullojmë, përbërësit le të ngelen të njëjtë. Rezultati do të jetë i pa diskutueshëm. Faleminderit, doktor. Kisha me merak për ta çuar deri në fund kërkesën që një prej zonjave që na kishte ndjekur në hapësirën tonë të gatimit dhe shumë të tjera që pyetën dhe kërkuan numrin tuaj. Ju uroj javë të mbarsh, jemi të hënën e ardhshme me të tjera këshilla, bime dhe gjendje të caktuara shëndetësore. Ne do të shkëputemi këtu së bashku. Ishte ky emisioni për ditën e sotme. E referojuni sërish Reze Dielli në YouTube për të marrë këshilla edhe një herë të doktor Yllit. Shihemi nesër së bashku. Kalofshi bukur.